Komuna e Kusivarit ka njoftuar se do të rivendos në funksion zyrën për mërgjimtarët në vendlindje, me qëllim ofrimin e shërbimeve më të shpejta dhe më cilësore për bashkëvendasit që jetojnë dhe veprojnë jashtë të vendit. Sipas kryetarit të komunës Valbon Limani, hapja e kësaj zyre synon të lehtësoj procedurat administrative për mërgjimtarët, duke u mundësuar atyre një qasje më efikase dhe më të drejtpërdrejta në shërbimet komunale gjatë qëndrimit në vendlindje. Përvoja kryesisht është e mirë, pozitive, sepse është edhe një gjest, po edhe një mesazh ndaj të gjithë mërgjimtarëve të cilët vinë dhe kohën e kanë të kufizuar, andaj edhe kemi parë të arsyeshme që zyrat tona të punojnë me orar të zgjatur. Kërkesat janë të shumta, ndonjëherë janë kërkesa të cilat s'kan të bëjnë me komunën, mirë po gjithmonë kur mund t'ju asistojmë apo t'ju ndihmojmë, gjithsesi ato të punësuar të komunës të cilat janë në atë ndrim mundohen që t'i udhëzojnë aty ku duhet. Po ashtu komuna e Kusivarit ka bërë të ditur se për shkak të kapaciteteve të pamjaftueshme të parkingjeve publike për të përballuar fluksin e mërgjimtarëve gjatë sezonit të ardhjes në vendlindje, shkollat fillore dhe të mesme do të hapin oborret e tyre për parkim pa pagesë. Kjo sipas autoriteteve komunale ka për qëllim lehtësimin e qëndrimit të mërgjimtarëve në vendlindje, si dhe shmangjen e vështirësive të krijuara nga mungesa hapësirave të parkimit.